faktin e luftës kundër regjimit kriminal të Teheranit në çmimin e naftës, por gjëja që vjen menjëherë si rrjedhoi është edhe çmimi i ushqimeve. Kështu që këto dy tema ishin të parashikuara për të diskutuar sot, por në ndërkohë do ta nis nga vendimi i dieshëm i Parlamentit, jo për vendimin në vetvete, por për jehonën tërësisht deformuar që ju dha atij vendimi. Ju me siguri e keni ndjekur vetë të gjithë rrjedhën e ditës, keni ndjekur, besoj, edhe prononcimin tim, që dua ta përsëris, lidhet drejt për drejt me të vërtetën e madhe që kërkesa e prokurorisë nuk i përmbushte as kushtet minimale për të marrë në konsiderat. Në ndërkohë që përpjekja për ta lidhur refuzimin me ndonjë arsye tjetër apo për t'i dhënë refuzimin për masën e një fakti që do të bllokojë rrugën e Shqipërisë në Bashkinë Evropiane apo do të pengojë zbatimin e mëtejshëm të reformës në drejtësi apo do të pengojë aktivitetin e pavarur të drejtësisë, është një përpjekje e shëmtuar, madje në dëshpërimin e vet ka të gjithë ato ingredient që ka në të përditshmën tonë përpjekja për të bërë çmos që Shqipëria të pengohet dhe që hapat e shpejt me të cilat ne po ecim në procesin e negociatave të frenohen. Nuk ka asgjë të re në këtë, por natyrisht që materiali në këtë rast është i favorshëm për të rëlisur njerëzit dhe për të fryrë daullën e luftës kundër qeverisë dhe kundër kësaj shumice qeverisë. Dua t'i siguroj të gjithë që nuk ka asnjë frenim në rrugën tonë të pandalshme drejt antarësimit plot në Bashkinë Evropiane. Nuk ka as një diskutim lidhur me vullnetin tonë për të vazhduar në rrugën që ne kemi hapur në pavarësimin e drejtësisë dhe në luftën reale kundër korrupsionit, ashtu si kundër nuk ka asnjë dyshim që në këtë rast nuk jemi përballë një çështje korrupsioni, sepse vetë prokuroria nuk ka ngritur një akuzë për korrupsion. Por jemi përballë një çështje në hetim, e cila mund të hetohet lirisht pa as më të voglën pengesë, dhe e përsëris atë që thash edhe përpara grupit parlamentar, unë inkurajoj prokurorinë që të ndjek dhe të hetoj të gjitha pistat ku
mund të mendohet se mund të shfaqet gjatë rrugës ferra e korrupsionit. Deri tani nuk jemi përballë një çështje korrupsioni. Kjo është pak, po është shumë e sigurt. Nga ana tjetër, është e vërtetë që ne kemi pasur debat me disa nga partnerët tanë lidhur me qasjen ndaj kësaj çështje. Nuk është sekret. Dhe si kundër besoj e din shumica, por bëjnë sikur se din pakica. Unë në këtë detyrë përfaqësoj Shqipërinë, interesin e Shqipërisë dhe të gjithë shqiptarët, dhe një nga normat e pa diskutueshme të këtij përfaqësimi është që t'i shikoj partnerët në sy, të më shikojnë në sy, në të njëjtën lartësi. As unë nuk më shkon mendja të shikoj njëri nga lart poshtë, po as nuk më shkon mendja të pranoj që të më shikoj njëri nga lart poshtë. Është shumë e thjeshtë. Dhe duhet të them që përtej mënyrës se si janë pikturuar në karikaturat e pazarit politik dhe mediatik, diskutimet tona kanë qenë absolutisht konstruktive, nuk ka pasur absolutisht asgjë, jo si ato që janë thënë, po të ngjashme me ato që janë thënë për sa i përket tensionit apo presionit apo kërcënimit. Këto janë gjëra që nuk ndodhin në ato nivele ku bëhen këto diskutime. Dhe nga ana tjetër, unë besoj që edhe vetë deklaratat e bëra dje nga disa përfaqësi, si dhe nga përfaqësia e Komisionit Evropian, janë shumë të qarta. Janë shumë të qarta. Por varet se si i lexon. Duke pasur parasysh edhe sipërfaqen ku janë shkruar dhe leximin prej saj, edhe thellësinë e marrëdhënieve dhe realitetin e përditshëm të komunikimit në atë marrëdhënie, unë mund t'ju them me plot gojën që leximi i bërë nga ata që kanë vënë kujën se u bllokua Shqipëria dhe mbaroi ëndra europiane është një lexim në rastin më të mirë pervers dhe në rastin më të keq i qëllimshëm edhe për të lënduar çdo që në fakt dëshiron suksesin në këtë rrugë. Është shumë e qartë që